në Europë e ndesh kudo. Edhe është komplet e kundërta kur shkon në kontinent tjetër. Pra kur shkon aty sa shkon mirëpret, t'jep peshqir me fshi durët, t'jep mirë se erdhët, t'jep një gotë çaj, edhe në hotelin më të thjeshtë. Tani që janë fut rrjetet sociale, edhe është mbi populluar kudo. Është mbi popullimi, pra shkon me pak lek, po si shkon ti me pak lek, shkon gjithë populli me pak lek. Vetëm për shembull vetëm shqiptarët kur shkon te fontana di Trevi, vetëm shqip dëgjon mbi 20-30 veta. Çdo ditë javës, e kupton sa njerëz kur shkojnë shqiptar kaq po nga gjithë bota pastaj që kanë vite që planifikojnë. Nuk i shijon këto vendet e Paris, Rom, Milano, Firenze, nuk i shijon më. Është një orë që mund ta shijosh fontanën e Trevit është në orën 3 të mëngjesit. Edhe në 3 mëngjes tani e ke plotë, kupton? Sepse duan të bëjnë të njëjtin video të gjithë.